Ka një afrimitet mes tyre, jo vetëm të trashëguar nga ana e letërsisë dhe e penës, ja cila është lidhja e Ilnisës me Dritroagollin. Është thënë shpeshherë se gazetaria Ilnisa është mbesë e Dritroagollit dhe se ai është xhaxha i saj. Më në fund, vëlla i saj në një intervistë ka treguar lidhjen e vërtet mes poetit dhe familjes së tij. I pyetur për këtë temë, Kevi Agolli u shpreh: "Për t'i rënë shkurt, edhe pse është pak e ngatruar si histori, prindrit tanë dhe Dritroi janë në parim kushërinj. Pasi gjyshrit e mi nga ana e babait dhe Dritroi ishin dy vëllezër që u martuan me dy motra. Ilnisa ka një afrimitet me të, jo vetëm të trashëguar nga ana e letërsisë dhe penës, por edhe nga pjesa tjetër pasi është një farsoj xhaxhai, duke shtuar se Dritroi dhe prindrit e tij kanë qenë të afërt dhe se ata i janë referuar poetit si xhaxhai. Kevi u shpreh se Dritroi ka konsideruar si nipër dhe mbesa e saktësoi se janë kushërinj të dytë. Pra le të sqarojmë një herë mirë shkurt e qartë, Ilnisa nuk e ka xhaxha biologjik Dritroin, por ndihet sikur e ka të tillë.